Përshëndetje, sot do t'ju tregoj se si filloj unë ditën time. Si fillim, nuk haroj papir Forever Active Probiotic. Gjithmonë me zink. Probiotiku gjithmonë duhet ta bleni me zink. Është kjo këto. Edhe pi. Sot po e pi shpejt e shpejt, për shkak që të bëj video, po ditëve tjera, në çdo produkt që pini ose që konsumoni, duhet gjithmonë një 20 minutësh që mos përdorni asnjë gjë. Dhe me thënë, e pive këtë probiotikun, pastaj pas 20 minutash mund të përdorsh një gjë tjetër. Piva probiotikun për pastrimin e zorës. Mëngjesi fillon duke pastruar zorën me trash. Dhe tani filloj me këtë. Ky është vaj i farës së zezë. Edhe kjo është për zorën e trashun. Sot po e pi shpejt e shpejt, ja sa pi unë. Kjo mirë është tani të pihet një lugë çaje, po unë e kam më fiks këtë dhe mbaroj punë. Dhe me shpejtësi gjithmonë mbyllem tapat. Tani po e bëj për shpejt e shpejt, s'ka gjë për një ditë. Dhe tani unë kam filluar këtë produktin e Forever Livingut, që është me portokall dhe është që ka fibrat e portokallit, ka të brendshmet e portokallit. Nuk është vetëm lëngu i portokallit, ka edhe atë pjesën e butë të portokallit. Gjithashtu ka edhe aloe vera, që është pjesë e kësaj. Për gjithmonë kur të bleni produkte, duhet i shihni këto mbrapa çfarë kanë. Edhe këtë tani shikoni si e pi. Tani duhet të marr shumë pak futet këtu. Pak futet, jo ta mbushi shumë dhe pastaj me ujë. Pak. Kështu e filloj mëngjesin për pastrimin e gjithë traktit intestinal dhe të zorës së trash. E kështu fillon mëngjesi, pastaj mbas 20 minutash ose pastaj mbas 20 minutash mund të filloj të konsumoj mëngjesin. Kjo ishte.